Nga Universiteti i Freiburgut, Komisionerja për Zgjerimin Marta Kos ka përcjell një mesazh të qartë për të ardhmen e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Zgjerimi nuk është më një premtim i largët, por një objektiv i prekshëm. Në këtë kuadër, Shqipëria renditet si vendi i dytë më i avancuar për antarësim menjëherë pas Malit të Zi, duke u shndërruar kështu në një shembull inkurajues për rajonin. Sipas Kos, progresi këtyre dy vendeve synon të zbusë skepticizmin që vijon të ekzistojë në disa shtete të Ballkanit Perëndimor, lidhur me realizueshmërinë e antarësimit. Ajo theksoi se procesi i zgjerimit është i lidhur drejt për drejt me rezultatet konkrete në reforma dhe duke nënvizuar se vendet që përmbushin standardet europiane shpërblehen me hapa të matshëm drejt integrimit. Një zhvillim kyç mbetet nisja e artimit të traktatit të pranimit për Malin e Zi, një hap që nuk është ndërmarrë që nga rasti i Kroacisë. Ky moment shënon një kthes të rëndësishme në politikën e zgjerimit dhe përforcon bindjen se procesi ka hyrë tashmë në një fazë të re. Kos paralajmëroi gjithashtu se traktatet e ardhshme do të përfshin mekanizma mbrojtës më të fortë, duke i dhënë Komisionit Evropian mundësinë të ndërhyjë ndaj vendeve anëtare të cilat nuk respektojnë standardet dhe vlerat e Unionit edhe mbas pranimit. Mesazhi nga Freiburgu është i drejtë për drejtë. Dera e Bashkimit Evropian është më e hapur se kur më parë, por kalimi përmes saj mbetet i kushtëzuar nga reformat reale dhe të qëndrueshme.